Nderuar kryeministër, i nderuar ministër, i dashur Ferit, të dashur kolega ambasador, të dashur miq, të dashur artist. Është vërtet si nder ashtu edhe kënaqësi për mua t'ju mirëpres këtu në këtë aktivitet që shënon ditën e Europës, ditën e fundit të Europës për mua në Shqipëri. Pikërisht në këtë datë, në vitin 1950, ministri i jashtëm francez Robert Schuman mbajti një fjalim historik që çeli rrugën për një epokë të re paqeje, integrimi dhe bashkëpunimi në të gjithë Europën, duke hedhur kështu themelet e Bashkimit Evropian në formën me të cilën e njohim sot. Europa u ndërtua mbi një premtim trifjalësh: liri, barazi dhe demokraci. Sot, në një botë me konflikte në rritje dhe me presione të mëdha ekonomike, ne duhet të mbrojmë këto vlera si brenda, ashtu edhe jashtë kufive tanë. Në ditën e Europës, ne kremtojmë jo vetëm atë çka jemi, por edhe atë që ne bëjmë dhe angazhohemi që ne të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës dhe të promovojmë një botë më të drejtë, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Sepse, siç u shpreh edhe përfaqësuesja e lartë zëvendës presidentja e BE-s Kallas, tani është koha që ne të qëndrojmë fort për ato vlera në të cilat ne besojmë, përfshirë të drejtën ndërkombëtare për të mbrojtur bashkimin ton, për të ndërtuar stabilitet në fqinjsinë tonë dhe për të punuar për krijimin e rrjetit më të gjerë të partnerëve ndërkombëtar. Të dashur miq, paqja në Europë është në rrezik. Ekuilibri global i pushtetit po sfidohet. Në një botë lufte, kërcënimesh hibride dhe shtrëngimi ekonomik, BE-ja duhet të veprojë për të mbrojtur qytetarët e saj, demokracinë dhe vlerat e saj. Në mbar botën, tensionet po rriten, nga kufit lindor të Europës deri në lindjen e mesme dhe rajone të tjera të brishta, ku mungesa e stabilitetit dhe dhuna prekin jetën e miliona njerëzve. BE-ja po vepron për t'u përgjigjur kësaj situate, duke u bërë më aftë në përdorimin e elementëve të saj të fortë, duke forcuar bashkëpunimin evropian në fushën e mbrojtjes dhe duke fuqizuar kapacitetin e Europës për t'u përgjigjur këtyre kërcënimeve me një sër mjetësh, nga mbështetja e palëkundër për Ukrainën deri tek forcimi i kapaciteteve mbrojtëse, nga lufta kundër dezinformimit deri te mbështetja së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht në forumet shumëpalëshe, ne po bëjmë gjithçka që është e mundur që Europa të qëndrojë si një shtyllë e fortë stabiliteti. Siguria e Europës është siguria jone përbashkët. Për më tepër që Shqipëria si një shtet që aspiron të bëhet antar i ardhshëm i BE-s është pjesë e rëndësishme e sigurisë së Europës. Paqja nuk është falas, ajo duhet mbrojtur çdo ditë. Pikërisht kemi bërë ne pa u dalur që nga fillimi i luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të agresionit së Rusisë kundër Ukrainës prej më shumë se 4 vitesh. Ndihma e përgjithshme e BE-s për Ukrainën dhe popullin e saj arrin në pothuajse 200 miliard euro në formën e ndihmës financiare, ushtarake dhe humanitare. Përveç kësaj, BE-ja ka vendosur gjithashtu t'i jap Ukrainës një huap prej 90 miliardë eurosh për të mbuluar nevojat e saj më urgjente financiare dhe ushtarake. Paketa e 20 e sanksioneve që synon të mbajë presionin mbi Rusinë dhe veçanërisht mbi të ardhurat e saj që përdor për financimin e luftës, është miratuar dhe ndërkohë ne po përgatisim edhe paketën tjetër të radhës. Për rrjedhoj, Rusia po dështon, nuk po arrin objektivat e saj strategjik dhe po paguan një çmim gjithnjë më të rënd për luftën e saj të paprovokuar dhe të padrejtë agresionit në aspektin ekonomik, demografik dhe atë të sigurisë. Qëndrimi i BE-s kundër agresionit rus pasqyron angazhimin e saj për të mbrojtur sigurinë evropiane dhe për të mbështetur me vendosmëri sovranitetin, lirinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Nuk mund të ketë paqe të drejtë dhe të qëndrueshme pa dakordsinë e Ukrainës dhe Europës.